Një proteste paralajmëruar në Prenjas nuk ka sjell asnjë pjesëmarrës në shesh. I vetmi person i pranishëm ka qenë aktivisti Eduard Shebeku, i cili jeton në Pogradec, por origjinën e ka nga zona e Përenjasit. Përballë mungesës së qytetarëve, Shebeku e ka nisur fjalën e tij me tone ironike, duke thënë se banorët nuk kishin dalë në protestë, por se ai kishte ardhur për t'i përshëndetur. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fakti është keni ardhur, po s'ka problem, ardhëm neve. Ardhëm t'ju përshëndesim, famë që si në gjithë Shqipërinë të organizohen një protestë të Prenjas, unë jam biri i kësaj ane. Aktivisti shprehu zhgënjimin për mungesën e pjesëmarrjes, duke thënë se qytetarët e zonës duket se nuk kanë probleme dhe halle për të ngritur. Po me sa duket ju s'pas ka një halle dhe probleme fare. Unë kisha bërë mend që t'i thosha ta fjalë në riut, po s'ja them dot se ju që keni gjithë punë. Megjithatë ne u falenderojmë shumë që na shikoni edhe nga kafja kështu. Gjatë deklaratës së tij, ai falenderoi edhe policinë e shtetit për praninë në protestë, ndërsa përmendi edhe disa prej figurave të njohura historike të zonës së Përenjasit, duke kërkuar që të mos harrohet sakrifica e tyre. Ndokush ju pyet sepse nga ishte Vilson Bloshmi, apo Gens Lega, apo Petrit Bloshmi, mos i tregoni që ishte nga këto anë, sepse ata do të dridhen në varr. Mos i tregoni se ata dhanë jetën për këto anë. Protesta ishte njoftuar më herët si pjesë e tubimeve të zhvilluara edhe në qytete të tjera të vendit, por në Përenjas ajo u zhvillua pa pjesëmarrje qytetarësh.